Pritet me protesta në Tiranë, Ministri i Arsimit të Kosovës nga studentët kosovar të diplomuar në universitetet private të Tiranës. Studentët protestojnë pasi diplomat e marra në Shqipëri nga këto universitete, megjithëse ekziston një marrëveshje mes dy ministrive, nuk njihen në Kosovë. Studentët shprehen se janë mbi 1500 të diplomuar që prej kohësh nuk mund të fillojnë punë pasi diplomat nuk njihen, megjithëse kanë shpenzuar mjaft para për të merituar ato. Marrëveshja nuk respektohet vetëm nga Kosova, përderisa Ministria e Arsimit në Tiranë i njeh të gjitha diplomat e kolegjeve dhe universitetet private që ka Kosova, përderisa Prishtina zyrtare nuk i njeh një gjatë tillë. Vini 1500-1600 studentë kosovar që kanë diploma të universitetet private në Republikën e Shqipërisë, që do të thotë nuk është numër i vogël që të luhet me këta njerëz. Ministri i Kosovës Rambuja, i pyetur për këtë çështje gjatë takimit me ministrin Nikolla, u shpreh se njeh me problematikën dhe se ka diskutuar me homologën e tij për të ngritur komisione të posaçme për këtë çështje. Por ne me ministrin biseduam edhe për të hyrë këtij problemi përmes komisioneve profesionale të veçanta që çfarë të bëjmë me këta që kanë mbaruar tani më, ndërsa ministresha e tha përgjigjen se gjën qershor do të ndodh edhe akreditimi i agjencionit të akreditimit dhe pastaj institucione të veçanta edhe publike dhe private në Shqipëri që nuk do të kemi tirazhe më pastaj. Ndërsa ministra Nikolla paralajmëroi se akreditimi i universiteteve që do të përfundon në qershorin e këtij viti do të japë përgjigje edhe pretendimeve të studentëve, por edhe do të informojë qytetarët për investimin e tyre për dije. Ne besojmë që deri në muajin qershor ne do të kemi një tablo të qartë që vjen nga investigimi që do të kryejë një agjenci e pavarur, antare e ENKAS, pra e kësaj organizate europiane të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë, për akreditimin e gjithë universiteteve publike dhe jo publike në Shqipëri. Dy ministrat gjatë takimit deklaruan se po vijon procesi për afrimit të kurikulave të Shqipërisë me ato të Kosovës. Dy zyrtarët e lartë u shprehen se kanë përcaktuar kurikulat kornizë dhe brenda këtij viti ky proces do të aplikohet në 10 shkolla ku do të shihen përparësitë, por edhe problemet para zbatimit përfundimtar të tij.